Qeveria e Maqedonisë së Veriut po forcon rrjetin e saj diplomatik në botë. Elma Altorok po përgatit tezat për emërimin e saj si ambasadore në Kairo, si kuadri vetëm profesional i përzgjedhur nga qeveria në seancën e 26 majit. Ndërkohë, një prej diplomatëve të suksesshëm, Driton Kuçi, do të vazhdojë mandatin e tij në Oslo të Norvegjisë. Ai vetë se ushtronte detyrën e ambasadorit në Oslo dhe ky do të jetë mandati i dytë për të. Sipas informacioneve jo zyrtare nga burimet qeveritare, Filip Pashtu është zgjedhur ambasadori i Maqedonisë në Athinë. Më 31 dhjetor të vitit 2021 ishte emëruar ushtrues detyre i drejtorit të ndërmarrjes publike parkingjet e qytetit, ku më herët kishte punuar edhe si zëvendës drejtor dhe kryetari i bordit drejtues. Në Budapest, Maqedoninë do të përfaqësojë Tatjana Loparski, ish gazetare dhe tash pronare dhe drejtoresh ekzekutive e një prej agjencive kryesore të PR-it në Maqedoni, Element PR. Avokati Jasmin Kalaç është zgjedhja e qeverisë për ambasador në Sarajev. Më herët janë zgjedhur edhe 4 ambasadorë të tjerë të cilët presin mbrojtjen e tezave në kuvend. Në Bullgari do të shkojë Krum Efremov. Gabriel Atanasov do të jetë ambasador në Rumani, ku më parë kishte shërbyer gjithashtu. Muharrem Yusufi, i punësuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, do të jetë ambasador në Stockholm, në Suedi, ndërsa në Prishtinë do të na përfaqësojë Katerina Todorovska.